Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, sonte pranë jush do të vi me një histori që në fakt është tronditse. Nusja ka rrëfyer tmerin që ka përjetuar nga vjera e saj. Vjera i ka bërë magji që kjo nuse të largohet nga bashkëshorti dhe nga vajza e saj. Kjo që do të dëgjoni është vërtet shokuese. Nuk kam qenë kur një grua që beson lehtë tek magjia, thot. Jam rritur në një shtëpi të thjeshtë, ku problemet zgjidheshin me fjalë, me durim edhe me lutje drejtuar tek Zoti. Por ajo që përjetova në shtëpi, pikërisht në atë shtëpi, më theu jo vetëm zemrën, por edhe besimin tek njerëzit. Kur u martova, mendoja se po hyja në një familje krejtësisht normale. Burri im ishte i qetë, i dashur, dhe unë besoja se dashuria jon do të mjaftonte për gjithçka. Por fatkeqësisht unë gabova. Sepse në atë shtëpi kishte një grua që kur nuk më pranoi në jetën e saj. Dhe ajo në fakt ishte vjera ime. Që ditën e parë e ndjeva urrëtitjen e saj. Nuk ishte e hapur, por ishte e ftohtë. Ishte therse, non stop. Fjalë të vogla, shikime që të ngrin gjakun në palcë, heshtje që në thelb të mbyste. Nuk je për djalin tim, ma thoshte pa e thënë kurrë. Do me thënë non stop kërcënime. Ditët kalonin dhe unë beta shtatzën. Kur linda vajzën time, mendova se në marrëdhënien tonë gjërat do të ndryshonin. Se një mbesë do t'ja zbuste zemrën gjyshes së saj. Por në fakt ndodhi e kundërta. Ajo vajzë, gjaku im, u bë arsyeja e një urrëtie më të madhe në jetë. Filluan grindjet me burrin, për gjëra në thelb të pakuptimta fare, për gjëra që s'kishin kuptim. Burri im ndryshoi krejtësisht, u bë nervoz, u bë i ftohtë, u bë i largët. Nuk më përqafonte kurrë në asnjë mënyrë. Nuk më shikonte më si gruan e tij. Vajza filloi që të zgjohej natën duke qarë pa arsye. Së murej shpesh, unë ndjesha e lodhur, e rënduar, sikur diçka e zezë na kishte hyrë në atë shtëpi. Një natë burri më tha, unë nuk ndihem mirë me ty. Nuk e di pse e kam këtë ndjesinë. Ajo fjali më vrau më shumë se çdo shuplak që jeta mund të më dhuronte. Disa ditë më vonë, teksa unë po pastroja dhomën time të gjumit, ndodhi ajo gjëja që mua më ndryshoi jetën. Po e rregulloja dollapin në atë moment. Kur pash diçka të fshehur pas dyshekut. Një copë mbështjell me një leckë të zezë. Zemra më rau fort në ato momente. E hapa me duart që mua më dridheshin. Ishte kukulla e vajzës time. Por jo si që kishte lënë i me bi. Kukulla ishte e lidhur me petë të zi.
duart e lidhura fort e koka e përullur. Në trup kishte gjilpëra të futura, rreth saj ishin flokë të vajzës time dhe një letër e vogël me shenja që unë personalisht nuk po I kuptoja fare. Mu erësua shikimi. E la shkukullën të më binte nga duart dhe ula në dysheme duke bërtitur pasë. Nuk ishte frikë, ishte tmerr I pastër. Në atë moment e kuptova, dikush dëshironte që të na shkatronte. Vjera, askush tjetër nuk inde në dhomën tonë. Askush tjetër nuk prekte lodrat e vajzës sime. Askush tjetër nuk kishte aq urrëtie në zemër sa kishte I me Vjerë. Kur u përballa, ajo nuk u trondit fare. Vetëm më pa edhe më tha ftohtë, mos kërko aty ku s'ke punë në asnjë vend, më tha mua. Buri im nuk më besoi. Tha se isha e lodhur se po shpikja gjëra. Ndërsa ajo qeshi, një buzëqeshje që nuk do ta harroj kurrë në asnjë moment. Që nga ajo ditë gjërat u përkeqësuan. Buri filloi të flinte në dhomën tjetër, vajza kishte mangthe, unë ndjesha sikur po të shmendesha, shtëpia nuk ishte më shtëpi, ishte një burg I errët. Një natë mora vajzën time në krah edhe dola më nga ajo shtëpi. Pa zhurmë, pa lam të mirë, me zemër të coptuar por me instiktin e nënës. Sot jetoj larg tyre. Jam vetëm, por jam e lirë. Vajza ime buzëqesh sërish, fle e qetë, ndërsa unë ende dridhem kur kujtoj atë kukull të lidhur. Ende pyes veten se si mundet një nën t'i bëj këtë djalit të saj, familjes së tij mbesës së vet. Kjo është historia ime, një histori që më mësoi se armiku më I madh ndonjëherë nuk është I huaj, por ai që jeton brenda shtëpisë tënde. Uroj që ta dëgjoni këtë rrëfimin, edhe të mos ndjeni të mbytur e të frikësuar e të shkatëruar nga njerëz që duhej të t'ju donin. Dhe një gjë duhet ta dini, ikja nuk është dobësi, por është shpëtim. Në fakt, këto janë fjalët e kësaj nuseje, e cila e ka parë vjerën e saj në shtëpi, duke bërë domethënë vepra të tmerrshme dhe të këtilla.